Ju falenderoj përzemërsisht për ardhin tuaj në këtë event promovues e vllazëror. Në këtë rast, nderojnë më radhë të parë Lazaratin. Premia buron kjo pasuri e madhe dhe me vlerat larta shpirtërore. Të falenderojmë gjithashtu me mirinjohje e respekt krijuesit tanë popullor, që krijuan këtë pasuri, por dhe ata që e ruajtën në kujtesën e tyre për ta përcjellë atë deri në ditën tonë. Shumë nga kjo pasuri ka humbur. Të tjerat nuk janë përfshirë në këtë botim, për arsye se kaq mund ta gjejë. Të hedhura në letër, ato mbesin e trashëgojnë ndërbreza. Për të gjithë këta bashkëfshatarë të nderuar, ju ftoj të japim atyre një votëm. Këtë event e organizon Shoqata Kulturore dhe Hetare e Lazarati Dega Tirana. Më lejoni që të falenderoj me mirënjohje kryesinë e kësaj dege, e cila ka filluar të bëjë një punë shumë të mirë në të gjitha drejtimet. Kryetarin e palodhur dhe mirëbërës, Zoti Redi Basha. Të gjithë ata që u morën në organizimin e këtij eventi dhe palodhurat, Rudina dhe Gerta. Falenderoj shumë, nga ndodhur shumë, edhe jo kam bosh miqësorësh. Për botimin e ekuilibriu, falenderoj botimet Media Print për punën e saj shumë të mirë edhe shumë të shpejtë. Gjithashtu, dëshiroj të falenderoj zotin Roland Lushi, prezent këtu, i botimeve ABA, për faqosjen dhe sistemimin e këtij libri. Në veçanti falenderoj bashkëfshatarin ton, shkrimtarin e shquar, akademik Ilyas Bollaj, jo vetëm për shkrimin e parathënies, por edhe për faktin se më kanë nxitur vazhdimisht, po më çfarë bën? Mos e mbaj të mbyllur. Botoje. Falenderoj gjithashtu familjen time, që është këtu prezent, por edhe atë pjesë të familjes e cila nuk është këtu, për shkak largësie, por të i sigurt sepse edhe ata lumturohen edhe më larg. Falënderim poetes së shquar Doris Vllazëromusta për prezencën e saj midis nesh, siç edhe theksoi edhe vetë, edhe ne me Gjirokastër gjithë mirë kemi keq, po kështu forcohet edhe miqësia. Falënderime për miq dhe shokët prezent që janë këtu, që them ky dhe ai, sepse të gjithë kanë, secili ka vlerën e vet, edhe është shumë falënderues nga ana ime për ardhin e tyre këtu. Kam theksuar se ky libër është një portë e hapur, pa qetë. Kush të doj, kush ka mundësi të futet në ta pasuroj. Me qëllim që nëse aty janë 230 faqe, shkoj një fishi apo edhe 3 fishi, por mundësia ekziston. Gjithashtu, duhet ta përcjellim në brezat e rinj, në zemrat e cilëve duhet të ketë edhe një dhomë të vogël të Lazaratit, pavarësisht ku ata lidhin, jetojnë dhe punojnë. Orgjina e prindërve të tyre është Lazarati, atje ku kanë shtëpi, stërvyshore e ku prejnë të partë e tyre. Kemi detyrimin të japim vendimjes tonë atë emër që ai meriton. E kundohen në këtë libër dhe na jep sot në dorë me mesazhin merreni lexojeni, nxjini mësime për sot e për të ardhmen. Ndaj është momenti të falenderoj Shoqatën Lazarati Dega Tiranë që pa u sar akoma boja e librit, organizuan këtë ceremoni të bukur për të nderuar ty, i nderuar Ali dhe Lazaratin tonë. Në këtë libër të dashur Dje me vajza, Lazares, do të gjeni fëmijërinë e gjyshëve dhe të baballarëve tuaj. Ashtu bio, duke i dhënë fantazisë tuaj krah për të mësuar si janë argëtuar, si kanë qeshur, si kanë qarë, si kanë kënduar e si kanë vajtuar.
si ka pritur nuset në derë e si ka përcjell njerëz e tyre të dashur, si ka kënduar dashurisë, bukurisë femrore e njerëzore, si kanë organizuar ceremonitë e dasma e të vdekjes. Nëse pranojmë që arti është pjesë e artë e mendjes, atëherë duhet t'i kushtojmë edhe rëndësinë e artë që i takon atij. Nuk janë lojra fjalësh, por është një unicitet i vlerave të vërteta të artit. Atij kombëtar, krajinor, kombëtar dhe botëror. Përshëndetje zoti Ali, faleminderit që pranuat ftesën për ACTV USA. Mund të na thoni, çfarë roli ka Lazerati në krijimtarinë tuaj letrare dhe si ka ndikuar dhe bindja juaj në formimin juaj si studiues? Lazerati është vendlinja ime dhe e prindërve të mi, e të afërmit të mi. Dhe për këtë shkak, unë gjithnjë kam ushqyer dashuri e respekt për vendlimin time, në të njëjtën kohë kam ndjerë si obligim që të shkruaj për të, të studioj për të ndihmoj me sa kam mundur për të në gjitha drejtimet, sepse ky është një obligim jo vetëm imi, por i gjithë lazeratasve, të cilët me mundësitë që kanë duhet të mbështesin lazeratin, punojnë për lazeratin, me synimin ose me idenë Lazerati i pari. Pikërisht këtej buron edhe puna ime për librin konkret për cilin flasim. Më është dashur një punë më shumë se sa 10 vite për ta mbledhur, për ta formuluar, për ta sistemuar dhe kam patur parasysh që në të pasqyrohet Lazeratin në të gjitha dimensionet e veta. Në folklor, në tradit, në kulturë, në histori, dhe të paraqitet ai Lazerat që është në të vërtetë. Jo Lazerati që shpeshherë anatemohet e është anatemuar. Kemi mundësi që ne me punën tonë Lazerati të japim atë vend që ai meriton. Mund të them që megjithëse janë bërë disa punë të mira, por ato duhet të vazhdojnë veçanërisht në drejtim të historisë së Lazeratit, lashtësisë së Lazeratit, vazhdimësisë së jetës në Lazerat. Dhe ne duhet të nxjerrim në dritë që Lazerati është autokton në trojet e tyre, pavarësisht hyrjeve, daljeve, migrimit në hyrje e dalje. Ka mjaft të dhëna arkeologjike, të dhëna dokumentare, të cilat vërtetojnë këtë që po them. Së shpejti unë do të nxjerr një studim të vogël i cili ka të bëjë me fisin e lazerve. Të cilët ka nikur nga fshati rreth viteve 1760, janë zhvendosur në zonën e Bregdetit dhe janë kthyer rreth vitit 1808-1809. Odisea e lëvizjes tyre është e gjatë, e dhimbshme, por një gjë është që ata duhet të falënderuar se kudo të shkuan, mbajtën fisi i Lazerve dhe e mbajtën gjallë emrin Lazerat. Identitetin e ruaj. Ruajtën identitetin dhe kjo është një gjë e madhe, është një merit e madhe. Besoj që nëpërmjet dokumentave do të dalë historia e tyre, e cejaket e tyre, ose cirkuiti. Dhe shpresoj që të jetë një kontribut edhe sa do pak dritë. Duke punuar. Po jam në përfundim bile, më duhen disa pak burime tjera, sepse unë nuk dike me aparimi që
Një burim nuk është burim. 2 burime, 3 burime, atëre përbëjnë faktin. Edhe unë pikërisht jam duke kërkuar për disa gjëra me qëllim që të jemi vërtet në atë që të them. Faleminderit zoti Ali dhe suksese. Gjithë të mirat, ju falenderoj shumë, falenderoj dhe ty personalisht për punën e madhe që po bën. Përshëndetje profesor Perteti. Mund të na jepni disa përshtypje të librit të autorit Ali Llagatura me titull Lazerati, folklor dhe traditë. Cilat janë përshtypjet e këtij libri? Faleminderit për intervistën, është një nga librat studimor më të përfaqësuar të folklorit dhe traditës lazaratase. Është një vepër të cilën autori ka punuar me shumë kujdes. Ka mbledhur nga gojdanat, nga këngët, nga gjithë çka është shkruar dhe është thënë për lazaratin, nga historia e tij, nga tradita e tij, nga zakonet e tij, dhe ka sjellë në një libër të përmbledhur që është vërtet një vlerë e shtuar e kulturës lazaratase dhe njëkohësisht edhe e kulturës në përgjithësi. Faleminderit. Përshëndetje profesori Razi. Mund të na jepi disa përshtypje tuaja për librin e profesor Ali Llagaturës? Libri që promovuam sot, Lazarati, folklor tradit, i lazaratasit të nderuar, studiuesit Ali Llagatura, sjell një përmbledhje të bukur të kulturës dhe traditës lazaratës. I ndarë në disa kapituj, ky libër sjell vlerat e lazaratit ton, të traditës ton dhe të kulturës ton, të cilat për hir të së vërtetës duhet të thënë se zotrojnë një kapacitet shumë të madh. Promovimi sotëm ishte një vërtetim i kësaj që them, pasi të gjithë diskutuesit folën bukur për librin, e vlerësuan atë për prurjet kulturore dhe të traditës që sjell për lazaratin ton, dhe njëkohësisht edhe për mënyrën se si ky libër trajtohet, duke i shtuar dhe kapituj të veçantë, të cilët vetë e pasurojnë edhe më kulturën dhe traditën lazaratës. Nëse kultura dhe tradita nuk mblidhet, nuk evidentohen, nuk mbahet e dokumentuar, ajo humbet dita ditës. Prandaj është detyrë e gjithë bijve lazaratas që kjo kulturë, madje mjaft e lashtë e lazaretit, po dhe e reja që pasuron ditë për ditë atë, është një vlerë e përhershme e lazaratit që shtohet dita ditës. Mendoj se Aliu ka punuar me seriozitet mbi këtë libër, ka sjell vlera të nderuara në mënyrën se si e ka trajtuar ai, dhe njëkohësisht ka sjell edhe të tjerët për lazaratin, vlerësimet e tyre dhe fjalët e tyre më vlerësuese për kulturën tonë lazaratës. Mendoj se ka bërë më të mirën e tyre. Faleminderit profesor.